Komisioneri për zgjerim në Bashkimin Evropian Johannes Hani është përgjigjur letrës së ministrave Petrit Vasili dhe Klajda Gjosha në lidhje me operacionin ndërkombëtar të monitorimit, teksa i drejtohet kryeministrit. Ai është shprehur i habitur nga pikpyetjet e ngritura nga dy ministrat e LSI-s rreth bordit të ONM-s që do të kryejë vëzhgimin e procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve shqiptar. Sipas komisionerit Han, veprimtaria e ONM-s nisi pas ftesës nga qeveria shqiptare. Ai bën fillimisht një përshkrim të procesit që çoi në ngritjen e ONM-s dhe shkëmbimeve me qeverinë shqiptare. Ai vë në dukje përgjigjen që drejtori i përgjithshëm në shërbimin e Komisionit Evropian, Christian Danielson, i dërgon sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave pas kërkesës formale që qeveria shqiptare kishte paraqitur për fillimin e aktivitetit të ONM-s. Duke konfirmuar se Komisioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin arritur një marrëveshje administrative bashkëpunimi për ngritjen e ONM-s, zoti Danielson ka shpjeguar se ishte vendosur krijimi një bordi menaxhimi i përbërë nga përfaqësues të Komisionit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që ONM të mund të kryente funksionet e saj të parashikuara në ligj. Han thekson mëtej në letrën e tij drejtuar kryeministrit se bordi i menaxhimit nuk është mbi ONM-n, por pjesë themelore e saj. Bordi i menaxhimit nuk është një organizëm mbi ONM-n, por pjesë themelore e ONM-s për të garantuar ecurinë administrative, koordinimin e aktorëve ndërkombëtar të përfshirë në ONM, si bashkëbiseduese autoriteteve kompetente dhe mbikëqyrëse e aktivitetit të monitorimit, për të cilin janë emëruar profesionistë të nivelit të lartë, të emëruar nga bordi i menaxhimit. Meqense pyetjet e ngritura nga anëtarët të qeverisë suaj ngrenë dyshimin mbi legjitimitetin e strukturave të ONM-s, ndihemi detyruar të kujtoj se angazhimi i ONM-s është parashikuar nga Neni B i aneksit të Kushtetutës së ndryshuar në korrik 2016. Kushtetuta e Shqipërisë parashikon vëzhguesin ndërkombëtar që duhet të përfshihen në fazat e ndryshme të procesit dhe ONM-n, e cila do të jetë në udhëheqjen e Komisionit Evropian. Kushtetuta e Shqipërisë qartazi përcakton se ONM-ja pritet të mbështesë procesin e rivlerësimit përmes monitorimit dhe mbikëqyrjes të gjithë procesit të rivlerësimit dhe se duhet të drejtohet nga Komisioni Evropian. Në fakt, një drejtor i Komisionit Evropian po drejton bordin. Kushtetuta e Shqipërisë gjithashtu parashikon se ONM-ja përfshin partnerët në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe bashkëpunimit euroatlantik. Këta partner janë të përfaqësuar në bord. ONM-ja duhet të emërojë vëzhguesit, pra është nga kushtetuta që rrjedh nevoja që ONM-ja të ketë një organizëm që të vendosë për këto emërime. Në mbyllje të letrës, Han thekson se Komisioni Evropian mori përsipër drejtimin e ONM-s me angazhimin maksimal që të mbështesë procesin dhe të lehtësojë arritjen e objektivave për të cilat është parashikuar në kushtetutë ky proces.